E përfundojmë me një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që e përcjell Abdullah ibn Mesudi radhiyallahu anhu. Ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cek një rast në kohën e bijve të Israilit për një njerit devotshëm, ku bijtë e Israilit pas vdekjes Musës alayhi salatu wasalam, pas një periudhe vdekjes Musës alayhi salatu wasalam, e marrin një njeri i cili ka qenë i devotshëm mesin e tyre dhe është njohur për devotshmëri. E marrin edhe e vendojnë si halife, si udhëheqës i tyre. Mirë po ky njeri cekët si shka ardhë hadith pejgamberit Allahut azza wa jall, se si vendbanim të tij e kishte pas marrë Mesxhidil Aqsa në Kuds, dhe se banonte mbi kulmin e tij, dhe se faleshte natën edhe ditën aty. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka bën me di se sa i devotshëm ka qenë ky njeri. Kurse pse e ka marrë si vendbanim Mesxhidil Aqsa në Kuds nuk dihet. A ka qenë dëshira e tij apo ka qenë tradita e bijve të Israilit që t'i vendojnë udhëheqësit e tyre aty, Allah e di më së miri. Sidoqoftë, pejgamberi Allah nuk e ka cek vetëm se e ka cek se ka qenë njeri i devotshëm shumë. Një natë prej natëve duke adhuru Allahun azza wa jall, ky njeri fillon që të mediton. Fillon ta sheh veten e tij si udhëheqës, dhe se çfarë përgjegjësie ka para Allahut edhe para masës, para xhamatit të tij. Dhe fillon të mendon se çfarë detyrime ka, a mujtet më ia dhon hakun apo jo. Dhe se çka ka për mi thon Allahu ditën e Kiametit për atë përgjegjësi të cilën ky e ka marrë. Përgjegjësi e madhe. Edhe pse ky nuk e ka dashur me marr. Edhe mendon, mediton se çka të bën. Nga friga e madhe ndaj Allahut azza wa jall, edhe ndaj padrejësive që ka mundësi që t'i ban Allahut edhe robërve, ky njeri e vendos që ta braktis pozitën e tij. Mirë po ka qenë problem si ta lajmëron xhamatin e tij, pra si ti lajmëron bijtë e Israilit se nuk dëshiron që të bëhet mbret. E vetmja zgjidhje ka qenë që të hike prej aty. Nuk ka pas mundësi që të del nëpërmjet dyerve. Parasysh se ka qenë garda. Nëse dilte prej aty pa çetër garda shkonte me të. S'ka pas mundësi të hike. Ushtrinë e ka pas për rreth. E vetmja zgjidhje e tij ka qenë që ta marrë një konop, edhe ta lidhe edhe zbrese me konop poshtë xhamis edhe tike. Edhe merr e vendon konopin edhe zbret poshtë xhamis. Edhe kur zbret poshtë xhamis e merr edhe hik me vrap. Edhe hik edhe shkon larg me një vend. Derisa njerëzit fillonin që mos ta dinë se kush është ky njeri. Edhe shkon edhe e gjen një punë, pra sy se ka pas nevojë për ushqim. Fillon me punu. Me duart e veta, të ushqet me duart e veta. Mirë po problemi ishte se fillon që të dallohet në punën e tij. Ka qenë njeri i zellshëm, i mirë. Edhe atëherë fillon që punëtorët tjerë ta lavdërojnë. Edhe shkon lajmi deri tek udhëheqësja i fshatit, apo mbretja i fshatit. Kur do gjon udhëheqësja i fshatit për këtë njeri, atëherë jep urdhër, thotë se unë dëshiroj të atakoj këtë person, këtë njeri. Mirë po ky refuzon. Për arsye se e dinte shumë mirë se çka është mbreti. Ai iku prej pozitës mbretërisë, edhe nuk donte që të takohet me asnjë mbret tjetër. Edhe disa herë e bën kërkesën udhëheqësja i fshatit që takohet me të, mirë po e refuzon. Derisa një ditë prej ditëve prej refuzimeve të mëdha të tij, atëherë vendosaj vetë që të niset, e merr kafshën e tij, edhe niset që të shkon të atakon në punë atë. Edhe kur shkon afrohet te ai vendi ku punonte ai, i tregojnë se kjo është filani i cili dëshiron që të takohet me ty. Kur e sheh se vjen, atëherë hik me vrap madh. Ik. Edhe kur hik, atëherë e shef ky njeriu i cili ka qenë për udhëheqësi me kafshën e tij, i shkon pas. Ai hik, i shkon pas.
derisa mo ndalet, e shef se mo nuk ka ikje, edhe ndalet, edhe i thot o filan, thot çka është problemi me ty? Pse po ik? Atëre fillon i da tregon rastin e vet, se kush ka qenë, çfarë pozite ka pas dhe prej ku ka ik. Edhe kur ja tregon këtë rast, atëre edhe ky udhëhec lakmon natë çka e veproi ky njeri. Edhe i bashkangjitet udhimit i, edhe ky e le pozitën. Edhe e lë mbretërin edhe bën shok. Për hir të Allahut, vllazni. Edhe vazhdojnë rrugtimin e tyre bashk. Derisa e cek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin e tij, se dëshira e tyre ka qenë një, që Allahu t'u merr shpirtin të dyve bashk. Edhe Allahu me të vërtetë ja pranoi duat atyre. Edhe Allahu të dyve i amor shpirtin bashk. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e cek se varret e tyre janë tek Rumejla, në Egjipt, në Misër, ashtu ka ardhur në hadith, edhe pse vendi në fakt nuk dihet se ku është. Edhe pse ceka se një vend Rumejla është në Palestinë. Mirë po Allah dhe masmiti se ku janë varrezat e tyre. Mirë po ceke se të ditë kanë vdek bashk edhe janë varroz bashk. Afër njëri tjetrit. I lanë pozitat për hir të Allahut. Edhe vazhduan rrugtimin e tyre për hir të Allahut. Edhe adhuruan Allahun bashk për hir të Allahut asojë. Allahu i shpërblej për atë dashuri që e patën për hir të Allahut, që të ditë vdesin bashk edhe të ringjallën me ditën e Kiametit inshallah bashk. Kështu është kur duhet për Allah, edhe kur lihet një send për Allah, edhe kur ja di vlerën vetvetes tënde. Pozita nuk mirët nëse e di veten tënde se nuk je i kualifikuar për atë punë edhe për atë vepër. Për arsye se përgjegjësia është shumë e madhe edhe shumë e madhe.